e keni po që fillon devijimi i lëvizjeve vendosje, ose më konkretisht, kur keni vendos ose kur keni besu që Albin Kurti ma nuk mundet ose nuk po është ai personi i cili mund t'i çojë përpara këto ambicit ose qëllimet për cilat falet më herët? Gjatë veprimtarisë, mënyra proteste, mënyra e shprehjeve të këtij parimi, në për tubime, edhe trajtimi i njerëzve si militant, jo si vlerë, mungesa e demokracisë brendshme, në kuptimin që ka diçka që nuk tolerohet, ama në raport me antarësinë brenda, duhet me qenë i hapur, mendje hapur. Nuk guxon ti me kriju atmosferë që unë jam, edhe gjithë tjerë duhet me u frigu me shpreh mendimin e vetë. Përkundra, një lider, një udhëheqë, duhet me kriju atmosferën që secili me qenë i lirë me u shpreh kreativitetin, idetë e veta, propozimet e veta. Bile edhe kur nuk pajtohet, me jallon mundësinë që mos mu pajtu, që ai mu shpreh më i lirë. Ajo e zhvillon edhe, jo vetëm që e zhvillon një organizim të brendshëm, e mbron nga depotizmi e një udhëheqë, edhe e mbron nga diktatura brenda partisë. Doni të thoni që diktaturë e keni vrejt qysh në vitet e para të po ajo ka shku të u forcu, lëvizjeve vendosje. Po ka shku të u forcu edhe trajtimi i njerëzve, kur kanë dhënë dikush vrejtje mos pajtime, ata janë diferencu. Unë se harroj për shembull, unë u distancova, dola kur e përjashtun Ajni Shahe Halimi. Unë dola publikisht. Jo vetëm parime qysh po bëhen këto protesta, mënyra qysh po bëhen, protesta po jo me gur me gjujnë policia dhe me shkatru. Ka një kufi aty e protestës. Po edhe trajtimi i femnës shqiptare tipike Ajni Shaha që ka qenë. Po, atëherë edhe sjelljet shumë ofenduese ndaj saj.